Ditën e dielve ndyrën do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet fillimisht me vranësira mesatare deri të dentura dhe prej orëve të mesditës, mot kryesisht me kthjellime dhe alternime vranësirash kalimtare. Rreshje e shiut të herpashershme me intensitet të ulët e lokalisht deri mesatar në pjesën më të madhe të vendit, që në orët e para të 24 orëshit deri në mëngjes. Gradualisht pas orëve të mëngjesit rreshjet e shiut u mbasin intensitetin dhe territor, duke mbetur prezent në juglindje me intensitet të ullët. Në zonën e Alpeve në verilindje në lartësinë mbi 100 metër dhe juglindje mbi 200-300 metër rreshje dëbore me intensitet të ullët deri mesatar. Në pjesën tjetër të vendit rreshje lokale bore me intensitet të ullët. Pas orëve të pasdites rreshjet e shiut dhe dëborës ndërpriten në të gjithë territorin. Mjegu e dendur, mjegullin dhe shikimi i reduktuar për shkak të rreshjeve të shiut dhe dëborës. Era do të fryjë me drejtim veri-perëndim, verilindje me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond. Përgjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore, era pritet të fitojë shpejtësi deri në 18 metra në sekond. Deti ka vallëzim force 4 deri në 6 ball.